Bashkia e Marrës ka vijuar me aktivitetet kushtuar fëmijëve me rastin e krishtlindjeve dhe vitit të ri. Aktiviteti i radhës ishte shfaqja për fëmijët Tomi dhe Xheri, vendosur në skenë në sallës Neçomuko. Bashkë me personazhet e njohura, Tomi dhe Xheri, kjo shfaqje sjell në skenë një qasje edukative dhe argëtuese, duke trajtuar në mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme disa nga çështjet që prekin fëmijët në përditshmëri. Aktiviteti u organizua nën kujdesin e veçantë të kryetarit të Bashkisë së Marrës Vangjel Tavo, ndërsa u bën pjesë e tij fëmijë e prindër të tyre. Kjo shfaqje mes fëmijëve dhe prindërve të tyre u ndoq nga afër edhe nga vetë kryebashkiaku Vangjel Tavo dhe deputetja e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Eriona Ismaili. Përmes lojës dhe ndërveprimit, shfaqja përcjell mesazhe që lidhen me respektimin, komunikimin dhe përdorimin e përgjegjshëm të teknologjisë. Përmes situatave argëtuese dhe interaktive, shfaqja preku tema të rëndësishme si bullizmi, marrëdhënia me teknologjinë, komunikimi dhe bashkëpunimi mes fëmijëve. Një shfaqje edukuese, argëtuese dhe interaktive. Magjike? Karamaja, kush është fjala magjike? Të lutem Xheri, a mund të çohesh? Të lutem Tom, edhe 5 minuta. Ky aktivitet ishte plot energji, buzëqeshje dhe mesazhe të bukura për të vegjëlit, ndërsa përmes lojës dhe ndërveprimit fëmijët u përfshin në një shfaqje argëtuese dhe edukative, e cila përcolli vlera si respekti, komunikimi dhe përdorimi i ndërgjegjshëm i teknologjisë. Ishte një mëngjes ndryshe për fëmijët dhe familjet e tyre njëhmar, ku arti dhe edukimi u bashkuan në një skenë, një aktivitet kulturor, i cili ishte i përshtatshëm për moshat e vogla.